As Durmish Beluli, pronari durmotur si dënuar me 10 vite burg për aksidentin në Llazkars, nuk shkoi në burg. Beluli fitoi kohë sërish në serinë e prolongimeve për të hyrë prapa grillave. Edhe një herë është sëmurë dhe do të ketë intervenim kirurgjik. Beluli fillimisht operua në tetor dhe duhej të shkonte në Idrizov më 1 dhjetor, por tani ai ka thënë se sërish do të kryejë një intervenim kirurgjik, prandaj edhe këtë herë nuk do të shkojë në burg. Remzi Miftari, përgjegjës për transportin dhe i dënuar gjithashtu me 10 vite burg për të njëjtin rast, pas disa prolongimeve për dënim me burg, me qenë se është i pakapshëm për organet e rendit, Ministria e Punëve të Brendshme shpalli flet arrest ndërkombëtar për të. Dy përgjegjësit kryesor për këtë tragjedi, Durmish Beluli, pronari durmëtues, dhe Remzi Miftari, përgjegjës për transportin, edhe 6 vite pas tragjedisë dhe 7 muaj pasi vendimi për dënimin e tyre është bërë i plotfuqishëm, ende nuk kanë vuajtur asnjë ditë burg. Vendimi gjyqësor për vuajtjen e dënimit të tyre është bërë i plotfuqishëm më 9 maj të këtij viti. Miftari dhe Beluli nuk kanë shkuar në burg sepse në të njëjtën kohë ishin operuar edhe atë për të njëjtin problem shëndetësor. Aksidenti fatal në Llazkars ndodhi më 13 shkurt të vitit 2019, në të cilin humbën jetën 16 udhëtar, kurse 35 prej tyre morën lëndime të rënda. Autobusi durmëtues, i cili qarkullonte në relacion Shkup-Gosivar rreth orës 17 në autostradën Tetov-Shkup afër fshatit Llazkars, e humbi kontrollin dhe ra në Humner pasi theu gardhin mbrojtës në autostradë.